Raportet gjinore në tregun shqiptar të punës vijojnë të tregojnë diferenca të forta mes grave dhe burrave, pavarësisht ndryshimeve që po kalon ekonomia shqiptare. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se shkalla e përgjithshme e punësimit në vend është 58%, ndërsa papunësia rezulton në 8.4%. Megjithatë, pjesëmarrja e grave në tregun e punës të dukshëm e ulët krahasuar me burrat. Sipas të dhënave, një pjesë e madhe e grave vazhdojnë të mbeten jashtë tregut aktiv të punës për shkak të barrës së kujdesit familjar, si dhe punësimit informal, sidomos në zonat rurale. Në shumë raste gratë angazhohen në punë të papaguara familjare, kryesisht në sektorët e ekonomisë rurale, duke mos reflektuar realisht kontributin e tyre ekonomik. Ndërkohë, zgjerimi i sektorit të shërbimeve ka krijuar më shumë mundësi për gratë në qytete, por shpesh në vende pune sezonale dhe me paga më të ulta. Ekspertët paralajmërojnë se pa politika më të forta sociale dhe ekonomike, hendeku gjinor në tregun e punës do të vijojë të ndikojë në zhvillimin ekonomik të vendit. Të dhënat e Instat tregojnë se transformimi ekonomik shqiptar po ndryshon edhe rolin e grave në tregun e punës, por barazia reale mbetet ende larg.